I njohur për vendimet surprizë, kryeministri Edi Rama ka shtuar edhe një tjetër në listë. Ai ka besuar sigurinë e tij një femre. Prej ditësh ekipit të truprojave të numrit 1 të ekzekutivit i është shtuar edhe një vajzë. Ajo vjen nga radhët e Gardës së Republikës dhe shoqëron këmba këmbës kryeministrin për të siguruar që atij të mos i ndodhë asgjë. Kështu edhe një herë shefi i qeverisë heq dorë nga praktika për të pasur pranë vetes vetëm meshkuj të fortë e muskuloz dhe me këtë vendim ndoshta përçon edhe sinjalin e barazisë gjinore, duke qenë se edhe në Akademinë e Rendit numri i femrave që janë pranuar është rritur ndjeshëm. Rreth 25-tave, shtat lartë, por jo sa Edi Rama, kjo vajzë brune është bërë shoqëruese e pandare kryeministrit në aktivitetet e tij. Në fakt, një femre ja besoi sigurinë, edhe pse për vetëm pak ditë, edhe ish kryeministri Fatos Nano. Një lloj veproje edhe ish prokuroria e përgjithshme Ina Rama, që mbajti për një kohë të gjatë një shoqëruese femër, ndërsa në staf një truproj femër ka në Kosovën fqinje edhe presidentja Atifete Jahjaga.